Adrian Pajaziti ka gjetur golin e parë me Goricën. Mesfushori që ka dëgjuar fjalë të mira nga Silvinho i tha fitoren skuadrës së tij në transfertën e Osijekut. Në minutën e 30 shënoi golin e vetëm të ndeshjes së vlefshme për javën e 30 të kampionatit kroat, po ashtu festimi i Pajazitit ishte i veçantë në Kroaci. Mesfushori shqiptar tregoi mbi emrin në fanezën e tij, ndërsa stadiumi kishte heshtur. Kujtojmë se 22 vjeçari është i huazuar për këtë sezon nga Fulhami në Angli.